Kur toka t'jetë mbushur 100% ujë dhe 0% tokë, dheu do të kushtoj $1.000 për kokër. Filmi fillon në një botë ku shkrija e akullit polar ka rezultuar në zhytjen e të gjitha kontinenteve në ujë, duke detyruar njerëzit të përshtaten me mjedisin e tyre të ri. Ata tani jetojnë në komunitete të ashpra lundruese, të njohura si atole, duke u ushqyer me ushqime deti dhe duke jetuar nga tregtia. Bimët, dheu dhe toka kushtojnë më shumë se ari, dhe njerëzit përdorin urinë e tyre për kultivim për shkak të mungesës së ujit të freskët. Edhe pse bota është ndëruar në një oqean gjigant të pafund, shumë besojnë se diku ekziston tokë e thatë. Disa grupe njerëzish po kërkojnë në vendin magjik me shpresën për të jetuar një jetë më të mirë, por askush nuk ka pasur sukses ende. Na prezantohet një burr i quajtur Mariner, i cili jeton në një varg të rënuar që duket se është bërë për skrap. Ai shihet duke urinuar në një enë të vogël dhe pastaj duke derdhur urinën e tij në një makinë që e zhndron atë në ujë të pishëm. Në varg, ai ka mbjell një pemë bliri, një mall i rrallë në një botë pa tokë. Mariner peshkon dhe mbledh mbeturina të ripërdorshme nga oqeani për mbijetesën e tij. Një pasdite, pas një zhytje, ai vërin një varkë tjetër që i afrohet. Burri në varkën tjetër i tregon marinerit për një atol ku ai i siguroi furnizime të ndryshme. Ai dëshiron të shkëmbej ato, por kur mariner mëson se burri nuk dëshiron asgjë në këmbim, ai